Egli dhe Gjesti janë ulur pranë njëri tjetrit, të zhytur në biseda të ndryshme, kur papritur Egli vendos të ndajë një mendim që i ka shkuar në kokë prej disa kohësh. Ajo e shikon Gjestin me një buzëqeshje të lehtë, sikur po planifikon diçka të çuditshme, por edhe të guximshme. Gjesti, kam një ide, i thot ajo, duke e parë drejtë në sy me një shprehje serioze, por edhe pak lozonjare. Gjesti ngre vetullat, i intriguar nga mënyra si ajo e thot këtë. Çfarë ideje, Egli? Çfarë po mendon tani? E pyet ai, duke buzëqeshur lehtë. Egli merr frym thellë dhe më pas e thot troç, po sikur kur të dalim nga këtu, të bëjmë një fëmijë bashkë. Gjesti shtanget për një moment, duke e parë me habi. Nuk e kishte pritur as pak një propozim të tillë nga ajo. Ai qesh lehtë, duke menduar se ndoshta ajo po bënte shaka, por kur sheh seriozitetin në fytyrën e saj, kupton se ajo e ka menduar vërtet këtë ide. Egli, ti po e thua seriozisht? E pyet ai, duke e parë me një shprehje të përzier mes habis dhe dyshimin. Po, e kam menduar, i përgjigjet ajo, duke ngritur supet. Më ke thënë që do të bëhesh baba, dhe unë nuk e di, thjesht po mendoja që ndoshta ne mund ta bënim këtë gjë bashkë. Të kemi një fëmijë tonin kur të dalim nga këtu. Gjesti largohet paksa dhe kalon dorën në flok, duke u munduar të përpunojë atë që sapo dëgjoi. Ai nuk e kishte menduar kurrë një gjë të tillë, sidomos me Eglin. Për të, kjo ishte një temë shumë serioze dhe jo diçka që mund të vendosej kaq lehtë. Egli, e vlerësoj shumë që po më thua këtë, por nuk e di, nuk më duket një ide e mirë, i thot ai sinqerisht. Egli duket pak e zhgënjur nga përgjigjja e tij. Pse jo? Ti vetë ke thënë që dëshiron të bëhesh baba, apo jo? Po, kam thënë, por kjo nuk është diçka që mund të vendoset kështu, si një lojë apo si një plan spontan, shpjegon ai me një ton të butë. Të kesh një fëmijë është një përgjegjësi e madhe, Egli. Nuk mund ta vendosim thjesht këtu brenda, në këtë shtëpi, sikur të jetë një sfidë apo një plan për të ardhmen. Duhet ta mendosh mirë një gjë të tillë. Egli pshërtin dhe tund kokën. Ndoshta ke të drejtë. Thjesht më erdhi si mendim. Por gjithsesi, ishte një ide interesante, apo jo? Gjesti qesh dhe e shikon me një shprehje të butë. Po, ishte një ide interesante, Egli. Por për mua, ende është shumë shpejt për ta menduar diçka të tillë. Egli buzëqesh lehtë, edhe pse brenda saj ndihet një ndjesje e çuditshme, si një përzierje mes zhgënjimit dhe mirëkuptimit. Edhe pse ajo e hodhi idenë me shaka, një pjesë e saj ndoshta kishte dashur një përgjigje ndryshe. Megjithatë, biseda e tyre lë një hije intrigë mes tyre, duke e bërë marrëdhënien e tyre edhe më të ndërlikuar. Gjesti flet me Eglin në një moment të qetë, ndërsa të dy qëndrojnë ulur pranë njëri tjetrit, larg syve kurioztar të banorëve të tjerë. Ai e shikon drejtë në sy, me një shprehje të thellë dhe serioze në fytyrë, duke e bërë Eglin të kuptojë se ajo që do të thotë është diçka e rëndësishme për të. Egli, dua të them diçka që më ka qëndruar në mendje prej kohësh, nis ai, duke marrë një frym të thellë. Kam menduar shumë për të ardhmen time dhe për atë që dua të bëj me jetën time. Dhe diçka që dëshiroj me gjithë zemër është të bëhem baba. Së shpejti dua të kem një fëmijë, dua të krijoj një familje dhe të përjetoj atë ndjenjen e pabesueshme të qenit prind. Egli e shikon me habi, por edhe me një lloj ngrohtësie, duke u përpjekur të kuptojë seriozitetin e fjalëve të tij. Vërtet e mendon këtë, Gjesti? Nuk e dija që ishte diçka që e kishe kaq shumë në mendje, i thot ajo me një zë të butë, ndërsa e vështron me kurreshtje. Gjesti buzëqesh dhe tund kokën. Po, e kam menduar shumë. E dua atë ndjenjen kur një fëmijë të vrapon drejt teje duke të thirrur babi. Dua të kem dikë për të cilin do të jem përgjegjës, dikë që do ta dua me gjithë shpirt dhe do ta mbroj në çdo moment. Dhe e di që ndoshta të tingëllon e çuditshme që e them tani, por unë i dua shumë fëmijët dhe mezi pres të kem timin. Egli buzëqesh lehtë, duke vënë re pasionin dhe sinqeritetin në fjalët e tij. Është një gjë e bukur, Gjesti. Të dëgjosh dikë që flet kështu për të ardhmen, për familjen, është vërtet e bukur. Por e ke menduar vërtet mirë? Një fëmijë është një përgjegjësi e madhe, nuk është thjesht një dëshirë e momentit. Gjesti tund kokën me vendosmëri.
E di, Egli, e di shumë mirë. Nuk po flas për një gjë që e dua thjesht tani dhe pastaj ta harroj. Po flas për diçka që është në zemrën time dhe që e di se do të jetë pjesë e së ardhmes sime. Dua të jem një baba i mirë, dua t'i jap gjithë dashurinë time një fëmije, ta shikoj duke u rritur, ta mësoj gjëra, t'i jap gjithçka që nuk kam pasur ndoshta unë vetë. Kjo është një ëndër për mua. Egli e shikon edhe një herë, duke parë një anë të tij që ndoshta nuk e kishte vënë re më parë. Nuk e di çfarë të them, Gjesti. Është bukur që mendon kështu. Dhe e di që një ditë, kur të vijë ai moment, do të bëhesh një baba i mrekullueshëm. Gjesti buzëqesh, i kënaqur që e ndau këtë mendim me të. Faleminderit, Egli. Kjo do të thotë shumë për mua. Dhe ndërsa biseda vazhdon, duket sikur mes tyre është krijuar një lidhje më e thellë, një mirëkuptim i ri që ndoshta as ata vetë nuk e kishin pritur. Gjesti, i acaruar dhe me një ton sfidues, i afrohet Gertës në mes të oborrit, ku disa banor të tjerë janë të ulur dhe po bisedojnë. Ai e shikon drejtë në sy dhe, pa e menduar 2 herë, i drejtohet me një fjalim të drejtë për drejtë. Gerta, dëgjo këtu. Nuk ke pse lodhesh më kot. Bëj gati valixhet që tani, se do të eliminoj direkt. Nuk ke më vend këtu. I thot ai me një buzëqeshje ironike, duke i bërë të tjerët të kthejnë kokën nga ata. Gerta e shikon me habi dhe pastaj qesh me përbuzje. Gjesti, më fal, po kush jeti që vendos kush ikën dhe kush qëndron? Mos ndoshta je bërë pronari i shtëpisë dhe se dim? Gjesti tund kokën dhe qesh me ironi. Jo, s'jam pronari i shtëpisë, por po të them me siguri që unë do të siguroj daljen tënde nga këtu. Ke bërë mjaft, e lodhe veten dhe të gjithë të tjerët. Gerta nuk tërhiqet dhe i afrohet edhe më shumë. Nëse dikush do të dalë nga kjo shtëpi, atëherë të jesh i sigurt që nuk jam unë. Ti e ke problem me mua sepse unë nuk jam nga ato që heshtin dhe të ndjekin pas. Ti do njerëz që të binden, por unë nuk jam e tillë. Gjesti bëhet më serioz dhe i afrohet edhe më shumë, duke e sfiduar me shikim. Shiko, Gerta, mos mendo se ke ndonjë shans. Unë e di shumë mirë se si funksionon loja dhe ta them unë, ti nuk do të rezistosh gjallë. Gerta e shikon me inat dhe tund kokën. Shikoje veten më mirë para se të bësh plane për të tjerët. Ndoshta do të habitesh se kush del i pari. Ndërkohë, disa nga banorët fillojnë të komentojnë, duke parë që debati mes tyre po nxehet gjithnjë e më shumë. Duket se asnjëri nuk ka ndërmend të tërhiqet dhe konflikti mes Gjestit dhe Gertës sapo ka filluar. Jozi dhe Gjesti ndodhen në mes të oborrit të shtëpisë, të rrethuar nga banorët e tjerë që po i vëzhgojnë me kurreshtje. Situata duket e tensionuar, pasi Jozi, i acaruar, i drejtohet Gjesti me një ton të ashpër dhe të vendosur. Ti je një tradhtar, Gjesti. Nuk e di si mund të jesh kaq i pabes. Thot ai me nervozizëm, duke bërë një hap përpara drejt tij. Gjesti, i qetë dhe me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, e shikon me një shprehje lozonjare. Nuk duket as pak i prekur nga fjalët e Jozit, madje e sheh si një debat të parëndësishëm. Ai qesh lehtë dhe tund kokën, duke u mbështetur pas divanit. Po mirë, Jozi, pse je kaq i mërzitur? Çfarë të kam bërë unë ty? I thot ai me një ton të butë, sikur po tallet. Jozi mërzitet edhe më shumë nga qëndrimi i tij dhe i afrohet edhe më tepër. Mos u bëj sikur nuk di gjë. E di shumë mirë se për çfarë po flas. Ti ke tradhtuar njerëzit që të kanë besuar dhe pastaj sillesh sikur nuk ka ndodhur asgjë. Gjesti buzëqesh edhe më shumë dhe i thot me qetësi, Jozi, të betohem që nuk e kam idenë për çfarë po flet. Më shpjego pak më mirë, se ndoshta kam humbur diçka. Kjo përgjigje e acaron akoma më shumë Jozin, i cili tashmë e ndjen sikur Gjesti po e provokon me qëllim. Mos bëj sikur nuk kupton. Ti e di shumë mirë. Je tradhtar dhe nuk ke as pak besnikëri. Ndërkohë, disa nga banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë me kurreshtje dhe të murmurisnin mes tyre. Ata po presin që Gjesti të reagojë ose të kundërshtojë, por ai, si gjithmonë, e ruan qetësinë e tij dhe vazhdon të qesh. Pse je kaq i inatosur, Jozi? Po të them të qetësohesh.
Nuk ja vlen të acarohesh për asgjë, i thot ai, duke u ngritur më në fund në këmbë dhe duke i vënë dorën lehtë në shpatull. Josi e largon dorën e tij menjëherë. Mos më prek. Nuk dua të kem asnjë lidhje me një njeri si ti. Gjesti qesh sërish dhe kthen shikimin nga banorët e tjerë. E shihni? Ai po acarohet kot, ndërsa unë po rri i qetë. Ndoshta unë jam tradhtar, por të paktën nuk acarohem për gjëra të vogla. Kjo përgjigje shkakton të qeshura mes disa banorëve të tjerë, ndërsa Josi, i irrituar, largohet nga aty duke tundur kokën. Nuk ja vlen të debatosh me ty, Gjesti. Ti je njeri pa ndjenja. Gjesti, duke qeshur, ulet përsëri dhe vazhdon të shijoj momentin, duke treguar edhe një herë se nuk e lejon askënd ta nxjerrë nga vetja. Gjesti dhe Rozana përplasen në një debat të tensionuar në mes të shtëpisë, ndërsa të gjithë banorët i shikojnë me kurreshtje. Ai, me një shikim të mprehtë dhe një ton sfidues, i drejtohet Rozanës me fjalë të ashpra. Ti je një dhelpërdinake, Rozana. Ti gjithmonë bën sikur je në anën e dikujt, por në fund luan për interesat e tua. I thot ai, duke e parë drejtë në sy. Rozana ngrit vetullat me ironi dhe kryqëzon krahët. Po unë jam dinake? Hajde, mos më bëj të qesh, Gjesti. Nëse ka dikush që i luan të gjithë, ai je ti. I përgjigjet ajo me një buzëqeshje të lehtë por plot sarkazëm. Gjesti tund kokën me nervozizëm dhe afrohet pak më shumë. Unë nuk bëj lojra pas krave, Rozana. Unë flas hapur. Ndërsa ti bën sikur je me mua, por në fakt, në çdo rast më ke dal kundër. Unë e di shumë mirë se çfarë lojrash po luan ti. Rozana qesh me ironi dhe lëviz duart me shkujdesje. Ti mendon se të gjithë janë kundër teje, por ndoshta problemi nuk është te unë, por te ti. Ti je ai që krijon armiq kudo dhe pastaj akuzon të tjerët. Debati vazhdon të nxehet dhe banorët përreth fillojnë të shkëmbejnë shikime mes njëri tjetrit, të habitur nga ashpërsia e fjalëve mes tyre. Gjesti nuk ndalet dhe i afrohet akoma më shumë. Unë e di shumë mirë që ti po përpiqesh të më nxjerrësh keq, por nuk do ja dalësh. Nuk kam nevojë për dinak si ty rreth meje. Rozana tund kokën dhe qesh sërish, këtë herë më me përbuzje. Nuk të duhet dikush si unë, por prap nuk rri dot pa më përmendur. E shikon, Gjesti, ndoshta problemi yt është që nuk di të dallosh miqt nga armiqt. Tensioni mes tyre sa vjen e rritet, ndërsa të tjerët ndjekin debatin me interes, duke pritur të shohin nëse do shpërthejë akoma më shumë apo dikush do ndërhyjë për t'i ndalur. Rozana dhe Gjesti përplasen në një debat të ashpër në mes të shtëpisë, ndërsa të tjerët i vështrojnë me kurreshtje. Zëri i Rozanës ngrihet ndërsa ajo, me një shikim të acaruar, i drejtohet Gjestit me një ton përçmues. Largohu, Gjesti. Nuk dua të flas më me ty. Je një budalla i vërtet, shtiresh si i mençur, por në fakt je si një fëmijë që nuk di çfarë bën. I thot ajo duke tundur kokën me nervozizëm. Gjesti qesh me ironi dhe ngre vetullat. Budalla unë? Ti ndoshta ke harruar, Rozana, por jeti ajo që e kërkon gjithmonë debatet me mua. Nëse nuk të intereson të flasësh me mua, atëherë pse je gjithmonë këtu duke më kritikuar? Rozana rrotullon syt dhe i afrohet me një shikim të prerë. Sepse ti nuk di të ndalesh. Gjithmonë bën budallallçe dhe sillesh si një kalama që kërkon vëmendje. Nuk di të sillet si një burr, vetëm provokon e bën skena pa kuptim. Gjesti tund kokën me një buzëqeshje të lehtë por plot ironi. Oh, pra tani qen ka faji im? Unë nuk bëj skena, thjesht nuk e pranoj lojën tënde të pabesë. Ti bën sikur je e zonja e shtëpisë, por në fakt je po aq fëmijë sa thua për mua. Tensioni mes tyre rritet dhe banorët e tjerë fillojnë të ndjekin me vëmendje debatin, duke pritur të shohin nëse do shpërthejë akoma më shumë apo dikush do ndërhyjë për t'i ndalur. Rozana vendos duart në bel dhe i afrohet akoma më shumë. Më dëgjo mirë, Gjesti. Mua nuk më interesojnë fare budallallçet e tua. Prandaj mos më fol më, shko luaj diku tjetër, se nuk kam nerva për ty. I thot ajo me ton të prerë, duke e larguar me dorë. Gjesti tund kokën dhe bën një hap pas, por nuk humbet buzëqeshjen ironike.
As ti mos më fol më, atëherë. Le të shohim kush do të jetë I pari që do kthehet për të folur. Dhe me këtë, të dy qëndrojnë përballë njëri tjetrit për disa çaste, ndërsa të gjithë banorët I vështrojnë, të intriguar nga tensioni mes tyre. Gjesti, me një buzëqeshje të pabindur në fytyrë, vendos të bëjë një shaka dhe pa u menduar 2 herë, I futet Rozanës në dush. Ai e di që ajo është e ndjeshme ndaj provokimeve, por nuk I intereson. Ndërkohë, Rozana është e përqendruar duke rregulluar ujin dhe as nuk e vëren menjëherë praninë e tij. Pa pritur, ajo ndjen diçka dhe kur kthen kokën, sheh Gjestin që qëndron aty, duke qeshur me ironi. Hej, çfarë po bën këtu? Je çmendur? I bërtet ajo, duke u kthyer menjëherë nga ai dhe duke tentuar ta shtyjë larg. Gjesti qesh dhe ngre duart lart, sikur të tregojë që nuk ka ardhur me qëllim të keq. E po, Rozana, mendova të bëj një dush me shoqëri. Pse po acaruesh kaq shumë? Thot ai me një ton tallës. Rozana ndihet tepër e acaruar dhe sytë e saj flakërojnë nga nervat. Dil menjëherë jashtë. Nuk është fare e hijshme kjo që po bën. Kush të dha aty të drejtën të më hysh në dush, I bërtet ajo, duke e shtyrë më fort. Gjesti bën një hap pas, por nuk e ndal dot të qeshurën. E mirë, mos u nxeh kaq shumë, thjesht një shaka ishte. Nuk e di pse po e dramatizon kaq shumë, thot ai, duke e parë me një shikim ngacmues. Rozana nuk e përballon dot me arrogancën e tij dhe I merr një peshqir, duke e goditur në krah. Dil jashtë, mos më acaro më shumë. Gjesti më në fund kthehet për të dalë, por ndërsa del nga dera, kthen kokën dhe I thot me një buzëqeshje ironike, shumë nervoze je, Rozana. Të duhet pak humor në jetë. Rozana e shikon me inat ndërsa ai largohet. Shiko mos më provo më kështu, sepse herën tjetër nuk do e kalosh kaq lehtë. I thot ajo me nervozizëm. Banorët e tjerë dëgjojnë zhurmën dhe shikojnë nga dera e banjës, duke u habitur se çfarë ka ndodhur. Gjesti vazhdon të qesh ndërsa largohet, ndërsa Rozana tund kokën dhe mundohet të qetësohet nga inati. Gjesti dhe Egli po kalojnë momente të bukura së bashku, duke lënë pas tensionet dhe debatet e mëparshme. Ata qeshin dhe ngacmojnë njëri tjetrin, duke u dukur më të afërt se kurrë. Si duket, atmosfera mes tyre është plot energji dhe lojra, ndërsa të tjerët I shikojnë me kureshtje. Teksa janë pranë pishinës, Gjesti e shikon Eglin me një buzëqeshje dinake dhe I thot, po të shoh që po bën sikur nuk do të futesh në ujë, por e di që brenda pak minutash do të jesh brenda. Egli tund kokën dhe qesh, duke u përpjekur të largohet nga ai. Mos u mundo, Gjesti, nuk do të më shtysh në pishinë. E di shumë mirë lojën tënde. Por Gjesti nuk dorëzohet aq lehtë. Ai I afrohet ngadalë dhe papritur e kap Eglin nga beli, duke e ngritur lart. Egli fillon të bërtas mes të qeshurash, duke u përpjekur të shpëtojë nga duart e tij. Gjesti, mos. Do të hak me rem. Thot ajo me një ton gjysmë serioz dhe gjysmë argëtues. Banorët e tjerë fillojnë të qeshin dhe t'i nxisin të dy, ndërsa Gjesti, pa humbur kohë, e hedh Eglin në ujë. Ajo bie me një spërkatje të madhe, ndërsa Gjesti qesh me zë të lartë. E dija që do të përfundoje brenda. Thot ai, duke I bërë shenjë fitores. Por Egli nuk e lë me aq. Ajo del nga uji dhe, pa u menduar 2 herë, I hidhet sipër Gjestit, duke e tërhequr me forcë në pishinë. Tani të dy janë brenda, duke u spërkatur me ujë dhe duke qeshur me të madhe. Atmosfera është e gjallë dhe e mbushur me energji pozitive, ndërsa të gjithë banorët shijojnë këtë moment lozonjar mes tyre. Pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur mes tyre, duket se për një moment Gjesti dhe Egli e kanë lënë pas çdo keqkuptim dhe po shijojnë kohën e tyre së bashku, duke e kthyer këtë në një nga momentet më të bukura dhe gazmore të shtëpisë.